Një tjetër konkurs ndërkombëtar ka qenë konkursi për rilindjen e Pallatit Sportit Aslan Rusi. 6 finalist, emra të mirënjohur të arkitekturës ndërkombëtare, janë përballur me projektet e tyre, projekte të jetë mbreslënse, ku në fund fare juria ndërkombëtare ja ka besuar rilindjen e Pallatit Sportit studios prestigjioze MVRDV, e cila është e njohur për publikun shqiptar, e cila ka lënë tani më disa gjurmë në Shqipëri dhe e cila ka propozuar një godinë spektakolare, praktikisht një top brenda të cilit zhvillohet jeta sportive dhe jeta komunitare e Pallatit Rinindur Aslan Rusi. Qeveria ka vendosur që t'i përcjell për një tjetër konkurs ndërkombëtar projektin e kampusit universitar të Durrësit, Agjencisë së Planifikimit Urban. Është një projekt i cili shkon në vazhdën e formësimit të atij kampusi, ku nevoja për rezidencat e studentëve dhe nevoja për të tjera mjedise të domosdoshme për një kampus modern bashkëkohor është ballafaquar dhe është kthyer në një zotim nga ana jon ndaj trupës së pedagogëve dhe të studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Projekti do të jetë hapi i parë dhe pastaj do të vazhdojmë me realizimin e tij.